Kuvendi i Republikës Kosovës në mbështetje të nenit 65 të Kushtetutës Republikës Kosovës dhe nenit 3 të rregullorës punës së Kuvendit të Kosovës në seancën plenare mbajtur me 12 shkurt të vitit 2026, miraton këtë rezolut. Duke rikonfirmuar përkushtimin e plot Kuvendit për respektimin e rendit kushtetues, përfshirë amandamentin numër 24 të Kushtetutës Republikës Kosovës për themelimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar. Duke rikujtuar qëllimin e këtij amandamenti dhe përkushtimin e Republikës Kosovës për të adresuar akuzat e pabazuara që burojnë nga raporti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të datës 7 janar 2011, të cilat as pas një dekade hetimi ndërkombëtar nuk përbëjnë bazë për të përfshirë në akt akuzën e ngritur kundër udhëheqësve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Duke shprehur besimin e plot në vlerat të ushtrisë lirimtare të Kosovës si pjesa më sublime e historisë tonë të vdekshme, mbi të cilën qëndron Republika jonë dhe duke nderuar sakrificën e burrave dhe grave të Kosovës për lirinë dhe pavarësinë e saj, siç nënvizohet në deklaratën e pavarësisë së Republikës Kosovës. Duke theksuar përkushtimin tonë të plot për mbrojtjen e vlerave të demokracisë, ndarjes së pushteteve dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor, të sankcionuar me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe standardet e njohura ndërkombëtare. Duke theksuar përkushtimin tonë të plot për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut të mbrojtura me Kushtetutën e Kosovës, Deklaratën Universale për Drejtat Njeriut, Paktin Ndërkombëtar për Drejtat Civile dhe Politike dhe Konventen Evropiane për Liritë dhe Drejtat e Njeriut. Duke vlerësuar të domosdoshme që të ritheksohet detyrimet që rëndojnë mbi dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, ashtu si dhe mbi çdo institucion tjetër të Republikës Kosovës lidhur me zbatimin e standardeve dhe parimeve kushtetuese për administrimin e duhur të drejtësisë, Kuvendi i Republikës së Kosovës në kërkon nga dhomat të specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre të sigurojnë zbatimin me përpikmëri të Kushtetutës së Republikës së Kosovës që përmban standardet më të mira ndërkombëtare lidhur me procesin e drejtë dhe të paanshëm, duke respektuar gjithashtu parimet e transparencës, llogaridhënies dhe kultivimit të besimit në drejtësi. Në kërkon nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që në ushtrim të funksionit të tyre të sigurojnë zbatimin me përpikmëri të standardeve kushtetuese dhe ndërkombëtare lidhur me mbrojtjen e drejtave dhe lirive themelore të Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe të tjerëve, përfshirë dhe detyrimin për të zbatuar me besnikëri standardet që burojnë nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për Liritë dhe Drejtat e Njeriut. Në 3 kërkojmë nga ombudspersoni i dhomave të specializuara përgjegjës ekskluziv i cilit kërkojmë nga ombudsmani i dhomave specializuara përgjegjësia ekskluzive e cilit për dhomat e specializuara buron nga Kushtetuta e Republikës Kosovës që të veproj me paanësi të plot në ushtrim të këtij funksioni në përputhje me detyrimet e tij kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare të zbatueshme për dhomat e specializuara. Në pikën 4 kërkojmë nga shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit specializuar në Hagë dhe zyrës së prokurorit specializuar në Hagë që gjykata të operoj në bazë të ligjeve dhe Kushtetutës Republikës Kosovës, e cila në brendinë e saj ka standardet më të mira ndërkombëtare. Shtetet financuese dhe mbështetëse të dhomave të specializuar të Kosovës duhet marrin përgjegjësi për shkeljet që ndodhin atje. Në 5, inkurajojmë gjitha shtetet demokratike të bashkohen në thirrjen tonë për respektimin e plot të standardeve ndërkombëtare për një gjykim të drejtë dhe të paanshëm, standarde që burojnë nga tradita kushtetuese e shteteve demokratike dhe akteve të rekomanduara të miratuara nga mekanizma ndërkombëtar, duke përfshirë për pa kufizuar në Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, Këshillin e Europës,
dhe Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Në nëngjashtë, inkurajojmë mekanizmat monitorues për respektimin e drejtave dhe lirive të njerëzit të organizatave ndërkombëtare dhe organizatave jo qeveritare ndërkombëtare dhe vendore për monitorim të shtuar të pajtueshmërisë së funksionimit të dhomës specializuar dhe zyres së prokurorit specializuar me standarde ndërkombëtare për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit dhe procesin gjyqësor të drejtë dhe raportimin eventual të shkeleve që mund të ndodhin. Në pikën 7 konfirmojmë zotimin dhe përkushtimin për sigurimin e gjitha mekanizmave, përfshirë ato të financimit në mbështetje të drejtave dhe mbrojtjes së udhëhecësve të luftës sonë çlirimtare para zyres së prokurorit specializuar dhe dhomës të specializuar. Në 8 konfirmojmë zotimin dhe përkushtimin e plot për ndërmarrjen e gjitha veprimeve për afirmimin e vlerave të luftës së ushtrisë qeveritare të Kosovës dhe historisë mbi të cilën është ndërtuar Republika e Kosovës. Të nderuar deputet, ky është teksti i rezolutës në emër të grupit parlamentar PDK-s, por të gjitha grupeve tjera që kanë marrë pjesë në procesin e sjelljes së këtij teksti këtu dhe të atyre profesorëve intelektualëve që kanë marrë pjesë në hartimin e këtij teksti, kërkojmë mbështetjen e juaj nga të gjitha partitë politike për tekstin e rezolutës. Zona kryetare, faleminderit shumë.